Kapitulli 5. Jezusi, shpëtimtari. Mesazhi manitës i Biblës është që krijuesi i universit u bë njeri. Një njeri si ne, sepse na deshi dhe donte të na shpëtonte nga pasojat e tmerrshme të mëkatit ton. Ai vetë, mbreti i lavdishëm, krijuesi i fuqishëm, Perëndia i shenjtë, erdhi në këtë botë të ligë të mjerueshme dhe u bë njeriu përfaqësues për ne, zëvendësuesi për mëkatet tona. Ai erdhi për ta hequr mëkatin e botës duke vdekur për njerëzimin. Me gozhdet e ngulura nga njerëzit te duart e tij, me pështym dhe gjak në fytyrë, ai mori mbi vete dënimin që meritonin mëkatet e njerëzimit. Në fillim ishte fjala, dhe fjala ishte me Perëndin, dhe fjala ishte Perëndi. Ai, fjala, ishte me Perëndin në fillim. Të gjitha u krijuan me anë të tij, dhe pa të nuk u krijua asgjë nga çka janë krijuar. Në të ishte jeta dhe ajo jetë ishte drita e njerëzve. Drita shkëlqen errësirë, dhe errësira nuk e pllakosi dot. Ai ishte në botë dhe bota u krijua nëpërmjet tij. E megjithatë, bota nuk e njohu. Te të vetët erdhi, dhe të vetët nuk e pranuan. Por tërë atyre që e pranuan, ai u dha pushtet për të qenë bij të Perëndisë, atyre që besojnë në emrin e tij. Fjala u mishërua dhe qëndroi midis nesh. Ne e kundruam lavdinë e tij, si lavdia e birit të vetëm lindur nga Ati, plot me hir dhe me vërtetësi. Fillimi i Ungjillit të Jezus Krishtit, birit të Perëndisë. Në muajin e 6, engjëlli Gabriel u dërgua nga Perëndia në një qytet të Galiles, të quajtur Nazaret, te një virgjër, e cila ishte fejuar me një burr që quhej Jozef, nga shtëpia e Davidit. Emri i virgjëreshës ishte Mari. Dhe engjëlli ju afrua e i tha: Gëzou, o grua plotir, Zoti është me ty. Por ajo u turbullua thellë nga këto fjalë, duke menduar me vete se ç'lloj përshëndetje mund të ishte kjo. Atëre engjëlli i tha: Mos ki frikë, Mari, sepse ti ke gjetur hir përpara Perëndisë. Tani dëgjoj, ti do të mbetesh shtatzën, e do të lindësh një djalë dhe do t'ia vësh emrin Jezus. Ai do të jetë i madhërisëm dhe do të quhet Biri i Shumë të Lartit, dhe Zoti Perëndi do t'i jap fronin e Davidit, atit të tij. Ai do të mbretërojë përgjithmonë mbi shtëpinë e Jakobit, dhe mbretëria e tij nuk do të ketë fund. Maria e pyeti angjëllin: Si mund të ndodhë kjo përderisa unë nuk njoh burr? Engjëlli ju përgjigj: Fryma e shenjtë do të zbresë mbi ty, dhe fuqia e Shumë të Lartit do të mbulojë me hijen e tij. Prandaj i shenjti që do të lindë do të quhet Biri i Perëndisë, sepse me Perëndin asgjë nuk do të jetë e pamundur. Unë jam shërbëtore e Zotit, tha Maria. Ndodh me mua sipas fjalës sate. Pastaj engjëlli u largua. Lindja e Jezus Krishtit ndodhi në këtë mënyrë. Ndërkohë që nëna e tij, Maria, ishte fejuar me Jozefin para se të jetonin bashkë, u zbulua se ajo ishte shtatzën nga fryma e shenjtë. Kështu burri i saj, Jozefi, duke qenë njeri i drejtë dhe duke mos dashur që ta turpëronte, deshi të ndajë fshehurazi prej saj. Por pasi po i mendonte këto gjëra, papritmas një angjëll i Zotit ju shfaq në ëndër, duke i thënë: Jozef, biri i Davidit, mos ki frikë ta marrësh Marinë si gruan tënde, sepse ç'është ngjizur në të vjen nga fryma e shenjtë. Ajo do të lindë një djalë, dhe ti do t'ia vësh emrin Jezus, sepse ai do të shpëtojë popullin e tij nga mëkatet e tyre. Tani e gjithë kjo ndodhi për të përmbushur atë që ishte thënë nga Zoti nëpërmjet profetit: Ja, virgjëresha do të bëhet shtatzën,
dhe do të lindë një djalë dhe do ta quajnë Emanuel, që përkthehet Perëndia është me ne. Kur Jozefi u ngrit nga gjumi, bëri ashtu siç i kishte urdhëruar engjëlli i Zotit. Ai u martua me të shoqen, por nuk fjeti me të derisa ajo lindi djalin, dhe ai ja vuri emrin Jezus. Në ato ditë u shpall një dekret nga Cezar Augusti që të regjistrojë tërë popullsia e perandorisë. Ky regjistrim i parë u zhvillua në kohën kur Sirin e qeveriste Kuirini, kështu që të gjithë shkuan për të regjistruar secili në qytetin e vet. Po ashtu edhe Jozefi, nga që ishte prej shtëpisë dhe familjes së Davidit, u ngjit nga qyteti i Nazaretit në Galile për në Jude, në qytetin e Davidit që quhet Betlehem, për të regjistruar së bashku me Marin, e cila i ishte premtuar dhe ishte shtatzën. Dërsa ishin atje, asaj i erdhi koha që të lindte. Dhe ajo lindi birin e saj, të paralindurin. E mbështolli me pelena dhe e vendosi në një grasht, sepse në bujtin nuk kishte vend për ta. Në të njëjtën krahin ishin disa barinj që qëndronin fushave dhe natën ruanin kopen e tyre. Atëherë një engjëll i Zotit u doli përpara. Përreth shkëlqeu lavdia e Zotit dhe ata u friksuan shumë. Por engjëlli u tha: "Mos keni frikë, sepse po ju jap lajmin e mirë të gëzimit të madh që do të ketë i gjithë populli. Sot, në qytetin e Davidit, lindi për ju një shpëtimtar, i cili është Mesia, Zoti. Kjo do t'ju shërbejë si shenjë. Do të gjeni një foshnjë të mbështjellë me pelena e të vendosur në një grasht." Befas bashkë me angjëllin u shfaq një turm e ushtrisë qiellore, duke lavdëruar Perëndin dhe duke thënë: "Lavdi Perëndisë që është në më të lartin qiell, dhe paqe mbi tokë për njerëzit me të cilët ai është i kënaqur." Kur engjëjt u larguan dhe u kthyen në qiell, barinjt i thanë njëri tjetrit: "Të shkojmë drejtë në Betlehem dhe të shohim këtë që ka ndodhur dhe që na e bëri të ditur Zoti." Ata nxituan dhe gjetën Marin e Jozefin, si dhe foshnjën që ishte vendosur në grasht. Pasi i pan, ata u treguan të gjithë dhe çka u ishte thënë për këtë fëmijë, dhe të tërë ata që i dëgjuan u mahnitën nga fjalët e barinjve. Por Maria i ruante përbrenda të gjitha këto thënie dhe meditonte mbi to në zemrën e saj. Barinjt u kthyen, duke nderuar dhe lavdëruar Perëndin për gjithçka që kishin parë e dëgjuar, gjëra të cilet ishin pikërisht siç u ishte bërë e ditur. Pasi Jezusi lindi në Betlehemin e Judes në kohën e mbretit Herod, dietar nga lindja ja bën në Jeruzalem duke thënë: "Ku është foshnja që ka lindur, mbreti i judenjve? Vumre yllin e tij në lindje dhe erdhëm ta adhurojmë." Kur mbreti Herode dëgjoi këtë, u shqetësua shumë dhe mbar Jeruzalemi bashkë me të. Kështu ai mblodhi të gjithë kryepriftërinë dhe skribët e popullit dhe i pyeti ata se ku do të lindte Mesia. "Në Betlehemin e Judes", i thanë, "sepse kështu ishte shkruar nga profeti. Dhe ti Betlehem, tokë e Judes, nuk je kurse si më i vogël ndër prisit e Judes, sepse prej teje do të dalë një udhëheqës, i cili do të jetë bariu i popullit tim, Izraelit." Atëherë Herodi i thirrri fshehuras i dietarët dhe i pyeti me imtësi për kohën kur ishte shfaqur ylli. Dhe duke i dërguar në Betlehem u tha: "Shkoni dhe hetoni me kujdes për fëmijën. Kur ta gjeni më njoftoni që të vi edhe unë e ta adhuroj." Mbasi i dëgjuan mbretin, ata vazhduan udhëtimin. Dhe ja ku ishte ylli që kishin vënë në lindje. Ylli i udhëhoqi derisa erdhi e u ndal mbi vendin ku ndodhej fëmia. Kur e pan yllin, ata u mbushën plot gëzim. Me të hyrë në shtëpi, vunë re fëmijën me Marin, nënën e tij, dhe duke u përgjunjur, e adhuruan fëmijën. Më pas hapën thesarët e tyre dhe i ofruan atij i dhurata, ar, temjan dhe mirë. Dhe mbasi u paralajmëruan në mënyrë hyjnore në ëndër që të mos ktheheshin sërish te Herodi, ata morën një rrugë tjetër për të shkuar në vendin e tyre.
Pasi ata ishin larguar, një engjëll i Zotit ju shfaq papritmas Jozefit në ëndër duke i thënë: "Ço, merre fëmijën dhe të ëmën, shpejto për në Egjipt dhe qëndro atje derisa të them unë." Sepse Herodi do ta kërkoi fëmijën për ta zhdukur. Kështu ai u ngrit, mori fëmijën e të ëmën që pagdhir dhe iku në Egjipt. Atje qëndroi deri në vdekjen e Herodit, që të përmbushej ajo çka ishte thënë nga Zoti nëpërmjet profetit: "Ka Egjipti e thirrra ti mbir." Kur Herodi kuptoi se dietarët ja kishin hedhur, u zemrua fort. Ai urdhëroi të masakroheshin të gjithë djemt që ishin në Betlehem dhe në të rrethinat e tij, nga 2 vjeç e mposhtë, në përputhje me kohën që kishte mësuar nga dietarët. Atëherë u plotësua ajo që kishte thënë profeti Jeremia: "Një zë u dëgjua në Rama, e qarë me kuj dhe zi e madhe. Rakela vajton për fëmijët e saj dhe nuk pranon të ngushëllohet, sepse ata nuk janë më." Mbasi vdiq Herodi, befas një engjëll i Zotit ju shfaq në ëndër Jozefit në Egjipt, duke i thënë: "Ngrihu, merr fëmijën dhe të ëmën dhe shko në tokën e Izraelit, sepse kanë vdekur ata që kërkonin t'ia merrnin jetën atij." Kështu ai u ngrit, mori fëmijën si dhe nënën e tij dhe vajti në tokën e Izraelit. Por kur dëgjoi se sudimtari në Jude ishte Arkelau, në vend të Herodit, atit të tij, druhej që të shkonte atje. Dhe si u paralajmëruar në mënyrë hyjnore në ëndër, ai kaloi në krahinën e Galiles. Pastaj zuri vendin qytet të quajtur Nazaret, që të përmbushej ajo çka ishte thënë me anë të profetëve, se ai do të quhet Nazaretas. Djali i hidhte shtatë dhe bëhej i fortë, i mbushur me urtësi, dhe hiri i Perëndis ishte mbi të. Çdo vit, prindërit e tij shkonin në Jeruzalem për festën e Pashkës. Kur ai ishte 12 vjeç, ata u ngjitën atje sërish, siç ishte zakoni i festës. Pasi mbaruan ato ditë, ndërkohë që po ktheheshin, djali Jezusi qëndroi prapa në Jeruzalem, por prindërit e tij nuk e dinin këtë. Duke menduar se ai ishte në vargan, ata u udhëtuan për një ditë. Më pas nisën ta kërkonin mes të afërmëve dhe miqve. Kur nuk e gjetën, u kthyen në Jeruzalem në kërkim të tij. Pas 3 ditësh e gjetën atë te kompleksi i tempullit, ulur midis mësuesve, teksa ai dëgjonte dhe u bënte pyetje. Dhe tërë ata që i vinin veshin, mahniteshin nga mendjempretësia dhe përgjigjet e tij. Kur e pan, prindërit e tij u habitën dhe ama i tha: "Bir, ç'na bëre kështu? Unë dhe yta të kemi kërkuar plot ankth. Përse po më kërkonit?" I pyeti ai. "A nuk e dini që më duhet të jem në shtëpinë e atit tim?" Por ata nuk e kuptuan çfarë u tha. Pas kësaj, ai zbriti me ta, u kthye në Nazaret dhe u bindi. Të gjitha këto, nëna e tij i ruante në zemër, dhe Jezusi i rritej në urtësi, në shtatë e në hir përpara Perëndisë dhe njerëzve. Kur nisi shërbesën e tij, Jezusi ishte rreth 30 vjeç. Në ato ditë, Gjon Pagzori doli duke predikuar në shkretëtirën e Judes dhe duke thënë: "Pendohuni, se mbretëria e qejve është afruar." Vetë Gjoni vishej me një rrobë prej leshit dhe veje, lidhur me një rrip lëkure rreth belit, dhe ushqej me karkaleca e mjaltë të egër. Në këtë kohë shkonin tek ai njerëz nga Jeruzalemi, gjithë Judea dhe tërë krajina pranë Jordanit, dhe duke rrëfyer mëkatet e tyre, pagëzoheshin prej tij në lumin Jordan. Kjo është dëshmia e Gjonit kur judejt nga Jeruzalemi i dërguan priftërinj dhe levit që ta pyesnin: "Kush je ti?" Ai nuk refuzoi të përgjigjej, por deklaroi: "Unë nuk jam Mesia. Unë ju pagëzoj me ujë për pendim, por ai që vjen pas meje është më i fuqishëm se unë. Unë nuk jam i denj as t'i mbaj sandalet atij. Ai do t'ju pagëzoj me frymin e shenjtë dhe me zjarr." Të nesërmen Gjoni pa Jezusin duke ardhur drejt tij dhe tha: "Ky është qengji i Perëndisë që heq mëkatin e botës. Ky është ai për të cilin ju thash, pas meje vjen një njeri që më ka paraprir, nga që ai ka ekzistuar përpara meje."
Unë e kam parë dhe kam dëshmuar se ky është biri i Perëndisë. Pastaj Jezusi erdhi nga Galilea në Jordan te Gjoni për t'u pagëzuar prej tij. Por Gjoni u urdha ta ndalonte duke i thënë: "Kam unë nevojë që të pagëzohem prej teje, e megjithatë ti vjen tek unë?" Jezusi u përgjigj: "Lejohet të ndodh për tani, sepse kështu e përmbushim të gjithë drejtsinë." Atëherë ai e lejoi të pagëzohej. Mbasi u pagëzua, Jezusi doli menjëherë nga uji. Papritmas qejt u hapën për të, dhe ai pa frymën e Perëndisë duke zbritur si pëllume duke ardhur mbi të. Dhe nga qielli një zë tha: "Ky është biri im i dashur. Jam i kënaqur me të." Pas kësaj, fryma e drejtoi Jezusin për në shkretëtir që të tundohej nga djalli. Mbasi agjeroi 40 ditë e 40 net, atë e mori uria. Atëre tunduesi ju qas pranë dhe i tha: "Në rast se je biri i Perëndisë, thuaj që këta gur të bëjmë bukë." Por ai u përgjigj: "Është shkruar: njeriu nuk do të rrojë vetëm me bukë, por me çdo fjalë që vjen nga goja e Perëndisë." Atëherë djalli e çoi atë në qytetin e shenjtë, e vendosi në majën e tempullit dhe i tha: "Në qoftë se je biri i Perëndisë, hidhu poshtë, se është shkruar: ai do t'i urdhërojë engjëjt e tij për ty dhe ata do të mbajnë në duar që mos të përplaset këmba në gur." Jezusi i tha: "Po ashtu është shkruar: nuk do ta vësh në provë Zotin, Perëndin tënd." Sërish djalli e çoi atë në një mal shumë të lartë dhe i tregoi tërë mbretëritë e botës dhe lavdinë e tyre. Dhe ai tha: "Unë do të t'i jap të gjitha këto nëse do të më përulesh dhe do të më adhurosh." Atëherë Jezusi i tha: "Largohu Satan, se e shkruar: do të adhurosh Zotin, Perëndin tënd dhe do t'i shërbesh vetëm atij." Pastaj djalli e la, dhe menjëherë erdhën engjëjt e nisën t'i shërbenin. Që shpreh asaj kohe, Jezusi nisi të predikonte: "Pendohuni sepse mbretëria e qiejve është afruar." Të nesërmen Gjoni po qëndronte sërish aty me 2 nga dishepujt e tij. Kur e pa Jezusin duke kaluar pranë, tha: "Vështroni, qengji i Perëndisë." Të 2 dishepujt e dëgjuan atë ndërsa po fliste dhe ndoqën Jezusin. Jezusi atëherë u kthye, i vuri re që po e ndiqnin dhe i pyeti: "Çfarë kërkoni?" Ata i thanë: "Rabi", që do thotë mësues, "ku po banon?" "Ejani e do ta shihni", u përgjigj ai. Kështu ata shkuan dhe pan se ku po banonte dhe atë ditë ndenjën me të. Ishte afërsisht ora e 10. Andrea, vëllai i Simon Pietrit, ishte një nga ata të 2 që e kishin dëgjuar Gjonin dhe e kishin ndjekur Jezusin. Fillimisht ai takoi të vëllain Simonin dhe i tha: "Kemi gjetur Mesin", që do thotë i vajosuri, Krishti, dhe e solli Simonin te Jezusi. Kur e pa, Jezusi i tha: "Ti je Simoni, biri i Gjonit, do të quhesh Kefa", që do thotë shkëm, Pjetër. Të nesërmen Jezusi donte të shkonte në Galile. Si gjeti Filipin, i tha: "Më ndiq." Tani Filipi ishte nga Betsaida, vendlindja e Andreas dhe e Pjetrit. Filipi takoi Natanielin e i tha: "Kemi gjetur atë për të cilin shkroi Mojsiu në ligj, si edhe profetët, Jezusin, birin e Jozefit nga Nazareti." "A mund të vijë ndonjë gjë e mirë nga Nazareti?" e pyeti Natanieli. "Eja të shikosh", ju përgjigj Filipi. Atëherë Jezusi pa Natanielin që po vinte drejt tij dhe tha për të: "Ja një izraelit i vërtet, në të nuk ka mashtrim." "Nga më e pyeti Natanieli. "Të pash para se të thriste Filipi, kur ishe nën fik", ju përgjigj Jezusi. "Rabi", ja ktheu Natanieli, "ti je biri i Perëndisë, ti je mbreti i Izraelit." Jezusi ju përgjigj: "A beson vetëm nga që të thash se të pash nën fik? Do të shikosh gjëra edhe më të mëdha se këto." Pastaj tha: "Me të vërtet po ju them, do ta shikoni qiellin të hapur dhe engjëjt e Perëndisë duke u ngjitur e duke zbritur mbi birin e njeriut." Pastaj Jezusi u kthye në Galile me fuqinë e frymës
Dhe Johana për të u shpërnda në tërë vendin përreth. Ai jepte mësim ndër sinagogat e tyre, i lavdëruar nga të gjithë. Teksa po este buz detit të Galiles, ai vuri re 2 vëllezër, Simonin, që quhej Pjetër, dhe të vëllain, Andrea. Ata po hidhin një rrjet në det pas ishin peshkatar. Më ndiqni, u tha ai, dhe unë do t'ju bëj peshkatar njerëzish. Ata për një herësh i lanë rrjetat dhe e ndoqën. Duke shkuar më tej, ai pa 2 vëllezër të tjerë, Jakobin, birin e Zebedeut, dhe të vëllain, Gjonin. Këta ishin në një varg me Zebedeun, atin e tyre, duke ndrequr rrjetat, dhe ai i thirri. Sa kaq, ata e lanë barkën e të atin dhe i vajtën pas. Jezusi shkonte gjithku në Galile duke dhënë mësim nëpër sinagogat e tyre, duke predikuar lajmin e mirë të mbretërisë dhe duke shëruar çdo sëmundje e lëngat midis popullit. Dhe fama e tij përshkoi mbar Sirin. Kështu i sollën tërë të smurët që vuanin nga sëmundje të ndryshme dhe dhimbje të forta, të pushtuarit nga demonët, epileptikët e të paralizuarit. Dhe ai i shëroi. Turma të mëdha e ndiqnin nga Galilea, Dekapoli, Jeruzalemi, Judea, si dhe nga përtej i Jordanit. Kur i pa turmat, ai u ngjit në mal dhe mbasi u ul, ju qasën pranë dishepujt e tij. Pastaj hapi gojen dhe nisi t'i mësonte duke u thënë: Lum ata që janë nevojtar në frym, sepse tyre është mbretëria e qiejve. Lum ata që vajtojnë, sepse do të ngushëllohen. Lum ata që janë zemërbut, sepse do të trashëgojnë tokën. Lum ata që kanë uri e etje për drejtësi, sepse do të ngopen. Lum të mëshirshmit, sepse ata do të mëshirohen. Lum të pastërit në zemër, sepse ata do ta shohin Perëndin. Lum ata që sjellin paqësim, sepse do të quhen bij të Perëndisë. Lum ata që janë përndjekur për shkak të drejtësisë, sepse e tyre është mbretëria e qiejve. Lum ju, kur t'ju fyejnë t'ju përndjekin dhe duke gënjur të thonë të gjitha të këqijat kundër jush për shkakun tim. Gëzoni dhe ngazëlleni, sepse shpërblimi juaj është i madh në qej, sepse po kështu i përndoqën profetët që ishin përpara jush. Por mirë ju që jeni të pasur, sepse e keni marrë krejt ngushëllimin tuaj. Mirë ju që tani jeni të ngopur, nga që do t'jeni të uritur. Mirë ju që po qeshni tani, se do të vajtoni e do të qani. Mirë ju, kur të tërë njerëzit të flasin mirë për ju, nga që në këtë mënyrë silleshin etërit e tyre me profetët e rrem. Por ju them juve që më dëgjoni, duajini armiqtë tuaj, bëjuni mirë atyre që ju urrejnë, bekojini ata që ju mallkojnë, lutuni për çdo që ju keq trajton. Atij që të godet në njërën faqe, ktheja edhe tjetrën. Dhe nëse dikush të merr mantelin, mos ia refuzo as tunikën, jepi cilit do që të kërkon. Dhe atij që të merr gjën tënde, mos ia kërko të ta kthej sërish. Pikërisht siç dëshironi që njerëzit të sillen me ju, ashtu silluni ju ndaj tyre. Po t'i doni ata që ju duan, çfarë merite keni nga kjo? Edhe mëkatarët i duan dashamirësit e tyre. Në rast se bëni të mirën ndaj atyre që ju bëjnë mirë, çfarë merite keni nga kjo? Edhe mëkatarët bëjnë të njëjtën gjë. Nëse u jepni hua atyre nga të cilët prisni t'i merrni, çfarë merite keni nga kjo? Edhe mëkatarët u japin hua mëkatarëve që t'u kthehet e njëjta shumë. Por duajini armiqtë tuaj. Bëni të mirën dhe jepni hua duke mos pritur asgjë në këmbim. Atëherë shpërblimi juaj do të jetë i madh dhe ju do të jeni bij të shumë të lartit, sepse ai është i mëshirshëm ndaj mosmirnjosëve dhe të këqijve. Bëuni të mëshirshëm, po ashtu siç është i mëshirshëm edhe Ati juaj. Ju jeni kripa e tokës, por nëse kripës i ikën shija, si mund ta fitoj sërish atë? Nuk vlen më për asgjë tjetër, vese që të hidhet për jashtë e ta shkelin njerëzit. Ju jeni drita e botës. Një qytet që ndodhet mbi një mal nuk ka se si të fshihet.
Askush nuk e ndes kandilin dhe ta vendos nën shinik, por vihet mbi shandan dhe ndriçon për të gjithë ata që janë në shtëpi. Po kështu le të rrezatojë edhe drita juaj para njerëzve, që të mund t'i vë re veprat tuaja të mira e t'i japin lavdi Atit tuaj në qej. Keni kujdes se mos u kryeni drejtësinë që bëni para njerëzve sa për t'u parë prej tyre. Në qoftë kështu, nuk do të keni shpërblim prej Atit tuaj në qej. Prandaj kurdo herë që jep lëmosh, mos i bjerë boris para teje, siç bëjnë hipokritët në sinagoga e në rrugë për t'u lavdëruar nga njerëzit. Me të vërtet po ju them, ata e kanë marrë krejt shpërblimin e tyre. Por kur ndan ti lëmosh, e majta jote të mos di çfarë po bën dora e djathtë, në mënyrë që dhënia jote të jetë fshetas, dhe Ati yt që shikon fshetas do të të shpërblej. Sa herë që luteni, nuk duhet jeni si hipokritët, sepse ata duan të luten duke qëndruar në këmbë ndër sinagoga dhe në qoshet e rrugëve, sa për dukje para njerëzve. Me të vërtet po ju them, ata e kanë marrë krejt shpërblimin e tyre. Por kur ti të lutesh, shko në dhomën tënde, mbyllë derën dhe lutju Atit që është në fshehtësi, dhe Ati yt që shikon fshetas do të të shpërblej. Kur të luteni, mos thoni përsëritje të kota si idhujtarët, sepse ata pandejnë se do dëgjohen nga që thon shumë fjalë. Mos u bëni si ata, sepse Ati juaj i di ato çka ju nevojiten, para se t'ia kërkoni atij. Pra lutuni kështu: Aty ynë që je në qej, u shenjtërofte emri yt. Art mbretëria jote. U bëth vullneti yt mbi tokë, ashtu siç është në qiell. Bukën tonë të përditshme na jep sot. Na i fal fajet tona, siç ua kemi falur edhe ne fajtorëve tanë. Mos lejo që të bijem në tundim, por na çliro nga i ligu, sepse e jotja është mbretëria dhe fuqia dhe lavdia për jetë. Amen. Sepse po t'ua falni njerëzve gabimet e tyre, edhe Ati juaj qiellor do t'ju falë. Por në qoftë se ju nuk ua falni njerëzve gabimet e tyre, as Ati juaj nuk do të falë gabimet tuaja. Mos vini më jam për vete thesare mbi tokë, ku mola e ndryshku shkatrojnë dhe ku hajdutët hyjnë e vjedhin. Por mblidhni për vete thesare në qiell, ku as mola as ndryshku nuk shkatrojnë e ku hajdutët nuk hyjnë as vjedhin, se aty ku është thesari yt, do t'jetë edhe zemra jote. Asnjëri nuk mund të shërbejë dy zotrive, sepse ose do ta urrejë njërin dhe tjetrin do ta dojë, ose do t'i përkushtohet njërit dhe tjetrin do ta përçmojë. Nuk mund t'i shërbeni edhe Perëndis, edhe paras. Për këtë arsye ju them, mos u shqetësoni për jetën tuaj se çfarë do të hani e çfarë do të pini, as për trupin tuaj se çfarë do të vishni. Nuk vlen vallë jeta më shumë se sa ushqimi dhe trupi më tepër se sa veshja? Vëzhgoni zojtë e qiellit, nuk mbjellin, as korrin, e as mbledhin në përhambar. E prapse prap, Ati juaj qiellor ju ushqen. Nuk vleni vallë ju shumë më tepër se ata? Cili prej jush mundet që, duke u shqetësuar, t'i shtoj qoftë edhe një kut shtatit të tij? Dhe përse shqetësoni për veshjen? Vështroni se si rritin zambakët e fushës, nuk lodhen e as nuk endin. Megjithatë ju them se as Solomoni në tërë lavdinë e tij nuk ishte zbukuruar si ndonjëri prej tyre. Nëse Perëndia vesh kështu barin e fushës, që sot është e nesër hidhet në furrë, a nuk do ta bëj ai shumë më tepër për ju o njerëz besim pak? Mos u shqetësoni pra, duke thënë çfarë do të ham ose çfarë do të pim apo çfarë do të veshim. Sepse të gjitha këto gjëra janë idhujtarët që i kërkojnë me padurim, dhe Ati juaj qiellor e di se keni nevojë për to. Por kërkoni para çdo gjëje mbretërinë e Perëndisë dhe drejtsinë e tij, dhe këto të tëra do t'ju shtohen. Prandaj mos u shqetësoni për të nesërmen, sepse vete nesërmja do të shqetësohet për veten. Çdo dite i mjafton e keqja vet. Lypni e do t'ju jepet. Kërkoni e do të gjeni.
trokitni do t'ju hapet, sepse kush do që lyp, merr. Ai që kërkon, gjen, dhe ati që troket, do t'i hapin. Kush prej jush po t'i lyp i biri buk, do t'i jap atij një gur? Ose po të kërkoj një peshk, vall, a do t'i jap një gjarpër? Në qoftë se ju që jeni të këqinj, dini t'u jepni dhuratat mira fëmijëve tuaj, sa më tepër ati juaj në qej do t'u jap të mira atyre që ja kërkojnë atij. Prandaj, gjithë ato që dëshironi që të tjerët t'i bëjmë për ju, bëjini edhe ju për ta, sepse ky është ligji dhe profetët. Hyni nga dera e ngushtë, sepse gjerë është dera dhe e madhe rruga që të shpije në shkatërim, dhe të shumtë janë ata që kalojnë përmes saj. E ngushtë është dera dhe e vështirë rruga që të udhëheq në jetë. Të paktë janë ata që e gjejnë. Kini kujdes nga profetët e rrem që ju paraqiten veshur si dele, por nga brenda janë uqër, grabitqar. Këta do t'i njihni prej fryteve të tyre. A mos vallë viljet rrush nga ferrishtat apo fiq nga gjimbaçet? Po kështu, çdo pemë e mirë bën fryte të mira, por pema e keqe jep fryte të këqija. Një pemë e mirë nuk mund të lidh fryte të këqija, as një pemë e keqe nuk mund të prodhojë fryte të mira. Çdo pemë që nuk jep fryte të mirë, pritet dhe hidhet në zjarr. Po kështu, ata do t'i njihni prej fryteve të tyre. Jo çdo kush që më thot, Zot, Zot, do të hyjë në mbretërinë e qejve, por vetëm ai që bën vullnetin e Atit tim në qej. Atë ditë të shumë do t'jenë ata që do të më thonë, Zot, Zot, a nuk profetizuam në emrin tënd? Nuk dëbuam demonët në emrin tënd dhe nuk bëm shumë mrekulli në emrin tënd? Atëherë do t'u them haptas, nuk ju kam njohur kurrë. Ikni larg prej meje ju që keni bërë pa udhësi. Prandaj gjithkush që i dëgjon këto fjalë të mia dhe vepron sipas tyre, do t'i ngjasojë një njeriu të mençur, i cili e ndërtoi shtëpinë e tij mbi shkëm. Rashi vërshuan lumeng, fryn në erërat dhe u përplasën mbi atë shtëpi. Megjithatë, ajo nuk u shëm, sepse themelet i kishte mbi shkëm. Por kushdo që i dëgjon këto fjalë të mia dhe nuk vepron sipas tyre, do t'i ngjasojë një njeriu pa mend, i cili e ndërtoi shtëpinë e tij mbi rër. Rashi vërshuan lumenjt, fryn erërat dhe u përplasën mbi atë shtëpi, dhe ajo u shemb, dhe rënimi i saj ishte i madh. Kur Jezusi u dha fund këtyre fjalëve, turmat mbetën të manitura nga mësimi i tij, nga që ai jepte mësim si njeri me autoritet dhe jo si skribët e tyre.